Kërcënimet e Iranit se pas sulmeve nga SBA do ta mbyll ngushticën e Hormuzit përmes së cilës kalojnë për ditë 30% e naftës bruto të botës që tregtohet përmes detit dhe 20% e gazit të lëngshëm, prej të cilit 80% është i destinuar për Azinë dhe 20% për Europën, mund të ndikojë në inflacion dhe përkeqësojë ekonominë e Maqedonisë. Sipas ekonomistëve, nëse kriza rreth ngushticës zgjat pak, efektet do të jenë më të vogla. Сето тоа може да предизвика висок ризик или поставување на ризиците во однос на глобалната стапка на инфлација, а тоа значи подигнување на цената на глобалните пазари на нафта на едно повисоко ниво, да очекуваме дека тоа нема да трае долго и да ескалира состојбата, но никој не може со сигурност тоа да го предвиди. Për profesorin e shkencave politike, Ognen Vangelov, mbyllja e ngushticës do ta transformonte krizën nga një konflikt rajonal në një çështje globale të sigurisë dhe ekonomisë. Kjo do të nuk kuptonte se SBA dhe aleatët do të reagonin jo vetëm për shkak të pozicionit të tyre në rajon, por edhe për shkak të detyrimit për të garantuar lundrimin e lirë në një prej arterive ekonomike më të rëndësishme në botë. Një ndërhyrje e tillë do të sillte rrezik për përhapje të mëtejshme dhe për shkallëzim të konfliktit, veçanërisht nëse ndodhin përplasje direkte mes ushtrisë amerikane dhe aleatëve të Iranit në rajon. Од геополитичка перспектива, ваквиот потек би го продлавочил расцепот меѓу големите сили, додека Западот најверојатно ќе го осуди затворањето на теснецот како акт на економско уценување и дестабилизација. Дел од незападниот свет, посебно Русија, Кина, други земји од БРИКС, како и генерално земјите од глобалниот југ, би биле многу повнимателни во реакцијата, може би дури и отворено критични кон западната агресија која го предизвикала самиот конфликт. Kjo do ta vështirësonte zgjidhjen diplomatike të konfliktit. Profesori Naumovski ndërkaq thekson se rreziku kyç nga kjo krizë është se sa do të ndikojë ajo në rritjen globale ekonomike. Maqedonia duhet të jetë jashtëzakonisht e kujdesshme dhe të ndjek nga afër zhvillimet tek partnerët tanë më të mëdhenj tregtar. Тука секако ризиците мора и да ги поставиме од другата страна врз германската држава, германската економија, во насока на тоа што ние сме директно зависни од оние фабрики кои работат и кои извезуваме во насока на техничко-индустријските зони. Maqedonia eksporton mbi 43% të produkteve dhe shërbimeve në Gjermani, ndërsa në BE rreth 70%. Profesori Vangelov thot se mbyllja eventuale e ngushticës nuk do të thotë domosdoshmërisht një veprim afatgjat, por mund të jetë kalibruar si një sinjal për presion për kthim në negociata. Затворањето на Ормудскиот теснец би било многу повеќе од воен одговор на Иран. Тоа би било еден вид политичка порака за границите на толеранцијата и за прераспределбата на глобалното влијание, како и за слабостите на постојниот меѓународен поредок кој се потешко одржува равнотежа меѓу силата и правото. Disa ekspert presin që Izraeli të shkojë deri në fund me sulmet me qëllim rrëzimin e qeverisë në Teheran. Megjithatë, mbetet e paqartë se sa ka bazë reale për një ndryshim të tillë.